Pas një pauze në Shkup prej disa vitesh, një nga eventet më të veçanta të rrëfimit rikthehet në Shkup, duke sjell emocione, kujtime, histori që na prekin të gjithëve thellë. Tregimi pjeshkash nuk është një event, është një përjetim ku rrëfimi bëhet të urmes njerëzve dhe ndjenjave. Këtë rikthim e ka bërë të mundur vetëm një emër që qëndron mbas gjithë kësaj ideje dhe energjie. Sot në studio kam kënaqësinë të mirëpres edhe atë protagonistin kryesor që jep sërish jetë këtij projekti në Shkup, Guxim Nuhiu. Guxim, faleminderit që je pjesë e emisionit. Faleminderit shumë për ftesën. Pse ishte momenti në Shkup na kthehet përsëri tregime pjeshkash? Unë kam ndeshur shumë që edicionin e 15 me kthy në Shkup. 15? Po, edicionin e 15, 10 vite që organizojmë tregime pjeshkash. Për mua ka qenë e rëndësishme më kthy në Shkup, pas 4 viteve mungesë. Po. Edhe me i dhanë Shkupit një event që e meriton, po edhe unë vendit tem. Pa dyshim që po, se jo. Çfarë ka ndryshuar nga edicionet e kaluara përpos temave dhe tematikave të cilat normalisht gjithmonë janë të ndryshme, sepse duhet prekur edhe tema të ndryshme. Ky edicion qenë ka jubilar. Po. A ka ndonjë gjë që ka ndryshuar? Formati mbetet i njëjtë, janë 6 gra që tregojnë rrëfime nga jeta e tyre personale ose profesionale, varësisht se çka ato dëshirojnë të ndajnë me publikun. Këtë vit veçanti është tema për shkak se memento, për shkak se hera parë flasim për objekte që ngjallin kujtime. Çdo objekt ruan një kujtim, është edhe motoja e këtij edicioni, kështu që tregimet që gra do t'i flasin, piknisje ka një objekt që për to kam vlerë sentimentale. Objekt, do t'jetë interesante pra? Po, besoj që po, unë pak a shumë kam bisedu me disa prej zonjave, duke qenë se du me qenë edhe për mu pak surprizë tregime. Ba mirë, po, mos ta përjetoj. Po e di pak a shumë se për çka do të flasin dhe premtoj që kam pas tregime shumë të bukura. Sa janë personale këto tregime që do i dëgjojmë nesër? Prej asaj që unë e di dhe kemi folë, janë shumë personale, vinë prej unë gjithmonë, ideja e tregime pjeshkash është me i pru gratë me një dritë tjetër. Na, sidomos gratë që janë aktive publikisht, na kemi një tendencë me kërku për aty me perfeksionin, duke e largu emocionin komplet prej personazhet tyne. E tregime pjeshkash është një platformë tjetër që jep za bash tregimit personal. Unë mendoj thellësisht që personalja është shumë politike, kështu që kemi nevojë për me dëgju storje rrëfime personale. Edhe mirë kërkohet nga gratë me karakter publik të jenë gjithmonë në perfekcion dhe gjithmonë komentohen një gjë nëse nuk shkon sipas syrit të publikut, se gjithkush na sheh me syrin e vet. Po, na e kërkojmë shumë a shumë perfekcionin prej grave. Pse kjo tek Po jemi ma shumë paragjykues ndaj grave, edhe ato shumë a shumë punojnë për me meritu qatë pozitë në shoqëri, po edhe kur e marrin, jemi një gabimi më i vogël për të ato kushton ma shumë. Kushton ma shumë se sa. Po, eventin rrëfime pjeshkash, çka e bën kaq të veçantë për publikun tonë, se e dim se ka shumë interes, sidomos nga vetë gratë që t'jenë pjesë për të dëgjuar rrëfimet e grave tjera. Çka e bën të veçantë? Unë mendoj që jemi eventi i parë i këtij lloji në Maqedoni. Unë du me thekë që tregime pjeshkash bazohet në konceptin e 2 grave feministe, Rumena Buzharovska edhe Ana Vasileva, që e kanë fillu iniciativën në gjuhë maqedone me emrin Peach Preach. Ato kanë qenë aktive prej vitit 2016 deri në vitin 2024, ndërsa unë një vit pas tyre, i bazur komplet në këtë ide, më mendu që diçka e tillë mungon skenës shqiptare në Maqedoni. E kam fillu tregime pjeshkash gjithmonë në koordinim me to. Ka ndodhur vetëm përkthimi i emrit në gjuhë shqipe, edhe po, tregime pjeshkash bazohet në 4 shtylla kryesore, që për neve janë shumë të rëndësishme, është lufta kundër seksizmit, prandaj vjen edhe ky emër, tregime pjeshkash, ne zakonisht i objektivizojmë gratë në forma të ndryshme, një prej fjalëve që shumë shpesh përdoret, ose edhe si emoji që përdoret edhe po, është pjeshka, kështu që këtë herë pjeshkat flasin.
Gjithashtu, shtylla e dytë është kush e krijon mendimin publik. Në për emisionet tona në prime time, sipas statistikave, tregon që vetëm 20% e musafirëve janë gra, ndërsa pjesa tjetër janë komplet burra, që flasin për tema si në ekonomi, si në financa, si në politikë, gjithçka që lidhet me jetën tonë, janë zakonisht burra, kështu që perspektiva gjinore mungon. Gjithashtu, ne jemi rritë me idenë e odave, edhe aty ka mungu perspektiva gjinore, kështu që prandaj vjen me një all-female panel, për me ndryshu pak edhe për me tregu që perspektiva e grave vlen. Edhe shtylla e katërt është historia orale e grave. Gratë edhe në botë, edhe në vendin tonë, në ndër vite i kanë trashëgu tregimit e tyre në anë gojore, duke qenë se një pjesë e madhe njëherë s'kanë mujtë shkollohen, ose kanë shujtë në pseudonime mashkullore, nuk kanë pasën memrin e vetë të shujtme, ose shkollimi ka fillu shumë vonë. Kështu që historia orale ka qenë ajo se qysh ato e kanë bartë tregimin. Kështu që na dëshirojmë i dhanë... Po, na dojmë i dhanë shumë kuptim edhe me përkra këtë formë se qysh grati kanë përcjell tregimet e tyre ose përvojat e tyre. Kështu që... Brez pas brezi, po. A është e vështirë që të organizohet një event i tillë? Po, i ka vështirësitë e veta. Sidomos me një vend ku nuk është se ki shumë përkrahje dhe institucionale dhe krejt, unë krejt ta e bëjnë në baza vullnetare prej vitit parë kur e kam fillu, nuk është që kom pas nëj përfitim prej këtij organizimi. Ndoshta më shumë... Po, por është satisfakcioni shpirtëror që ti e merr kur e bën diçka për komunitetin edhe kur mbaron krejt ato mesazhe që i merr, sidomos prej vajzave të reja që dojnë me pa shumë role model që i ndihmojnë ose që e gjejnë vetveten në tregim, edhe unë e shoh se me sa mall është prit edhe sa mesazhe ju marr krejt këtë periudhë kur u publiku që eventi ka me ndodhur. Si i përzgjedhët folëset dhe historitë e tyre këtë herë? Historitë i përzgjedhë secila prej asaj. Duke folur për objektin. Unë i la shumë të lira, duke qenë se ju tregoj temën, edhe pak a shumë flasim për formën e rrëfimit, edhe gjithmonë janë të lira me vendos vetë për temën e tyre. Unë si vjetë mundesht me ndryshu pak... Kishit karakter të ndryshëm të përzgjedhjes? Po, ka karakter të ndryshme, ka profesionet të ndryshme, kam pas shumë qef, përderisa ta folin për objektet, edhe në një aspekt tjetër kam pas qef shumë me pas një arkitekte, si është Melita Maksuti, kam pas nevojë shumë me pas një Gen Z, që është Valbona, një ministre, Kaltrina, profesoresh Beharja. Do me thënë ka forma ndryshme, është artiste, Nora, kështu që janë krejt politikologe, është Lura, janë krejt prej backgroundeve të ndryshme, po që faktikisht e formojnë një panel shumë interesant. Shumë interesant se do ketë, do me thënë, tema apo histori për çdo njërin që do jetë pjesë për ta parë këtë event. Më thuaj si pranuan ftesat zonjat? Muj me thënë që ka qenë një për eduksionave më atleta. Apo? Po, do me thënë, krejt gra që i kum pas të planifikume, kanë qenë po. Do me thënë, s'ka pas nevoj me shku të lista B, se krejt kanë qenë ashtu me të parën, shumë pozitive me pranu ftesën. Normal, i ste pak pjesa që ti del në publik, edhe flet për diçka shumë personale, që nuk është e zakonshme në jetën tonë, po ka qenë shumë letë. Ky edicion ka shku vaj. Ndoshta pse 4 vite s'ke qenë, i ke mungu shumë edhe tash të gjithë kemi pas nevojë që ta kemi... Mundet me qenë edhe ajo. Mundet. Ku jemi edhe te ajo zakonet që e përmende, a mendon se shoqëria jon ka nevojë më shumë të flas apo të dëgjoj? Se shumë ka dallim a flet për të dëgjuar apo flet për të kuptuar? Unë mendoj që na duhet me punu shumë për me qenë good listeners, dëgjues të mirë. Unë si komunikolog me profesion, e di se sa i rëndësishëm është dëgjimi dhe se është një prej pjesëve kryesore të komunikimit. Na shumë shpesh flasim për me mujt tjetrin në argument, pa qenë se me kuptu, po
rrëfime pjeshkash. Ne dëgjojmë vetëm për ta kthy fjalën, jo për ta kuptuar se çfarë po don të thotë autori. Deri më tani sigurisht ke pas eksperienca të ndryshme, me tregime të ndryshme, me zonja të ndryshme. Ke ndonjë nga rrëfimet, nga tregimet që të ka prekur më së shumti nga gjitha këto edicionet? Po, shumë normale, na kemi pas janë 14 edicionet realizuar deri tash, janë 78 tregime që kanë ardhur në tregime pjeshkash në forma të ndryshme. Është shumë normale që janë tregime që ti mban mend, edhe pse ne nuk e injizojmë formatin. Ideja është me qenë sa më intime edhe kush vjen me përjetu çat emocion aty, po ka tregime që unë i mbaj mend shumë mirë, edhe pse kanë ndodhur ndoshta para 8 viteve. E di saktë për çka është fol edhe se sa shumë më ka preko se sa i bukur ka qenë si tregim. Unë gjithmonë i veçoj ashtu tregime të ndryshme dhe mundona me i përfshi sa më shumë gra kur flas për këtë send, po është një tregim që unë gjithmonë e përmendi, është në edicionin e dytë, e kemi pas zonjën Merita Ismaili Marku, ajo ka fol për tema ka qenë për herë të parë, edhe ajo kishte përmbledh krejt jetën e vet në momentet që i ka ndodhur për herë të parë, edhe ka qenë një ndërtim shumë i gjetur i ka ditë me strukturu mirë edhe ka qenë shumë i bukur. Kemi qenë ashtu pjesa më e madhe e publikut, edhe unë vetë si moderator mbaj, po ka qenë shumë bukur i ndërtuar. Ka tregime të ndryshme që vinë, më thanë vitin e kaluar në Londër, ka qenë fenomenal. Kanë qenë gratë të Ballkanit, që jetojnë edhe veprojnë atje. Ka qenë shumë i fuqishëm, është një prej aktivistëve Leila Dauti që ka folë për dhunën edhe e tregoi çat pjesë të jetës të vet, prej dhunës në familje, pastaj edhe prej partnerit, kështu që ka qenë jashtëzakonisht e rëndë dhe unë jam shumë falënderues që ato e gjejnë tregime pjeshkash si një hapësirë në të cilën mundën me qenë qaq vulnerabël, se nuk është e lehtë. Se ku nuk është e lehtë, sa e kanë të vështirë të dalin gratë të flasin për gjërat e tyre aq intime, aq personale, gjëra që i tangojnë ndoshta vite ja rasti me këtë zonjën Leila që ka pas dhunë edhe në familje edhe me partnerin dhe e gjen tek ju një krah mbështetës edhe nëpërmjet këtij eventi të del të rrëfehet dhe pse jo ndoshta aty mund të gjejnë edhe shumë duar nga shumë gra që ja zgjasin dorën për t'i ndihmuar dhe ne jemi këtu për ty dhe e përkrahin njëra tjetrën dhe rrethi zgjedhrohet si një marimang dhe gratë shoqërohen dhe janë aty për njëra tjetrën. Po, sinqerisht, tregime pjeshkash e sunon çatsan. Tregime pjeshkash ka mision për me kriju hapësira të lira dhe të sigurta ku gratë mund me i tregu tregimet e tyre. Edhe unë jam shumë i lumtur që shumë prej grave kanë zgjedhur me ardhur dhe me tregu shumë pjesë jashtëzakonisht personale për jetës tyre. Kështu që po, është e rëndë, ka shumë gra që nuk dëshirojnë me bë dhe mendojnë që nuk është ky formati për to. Kemi pas edhe kështu raste që unë i mirë kuptoj, se e kuptoj që nuk është shumë e lehtë me dalë në skenë dhe me fol komplet diçka që nuk e ke thënë më herët në publik. Po kritë thonë që është roller coaster tregime pjeshkash, se ka gra që trajtojnë temën me shumë sportivitet, ka që trajtojnë me doza humori, ka tjera që ka ndoshta stres. Ka stres, tregojnë edhe shumë gjëra që publiku emocionohet jashtëzakonisht shumë, kështu që është një roller coaster emocione. Sa qef, sa çan, po çajo është bukuria e tregimit edhe bukuria e krejt eventit. Çka ndodh pas skenës, sa ndryshojnë njerëzit pas përjetimeve që i dëgjojnë? Unë kom pas shumë mesazhe të mira. Unë kom pas shumë mesazhe të mira në këto 14 edicione deri tash, na kemi qenë në 4 qytete të ndryshme, gjithashtu edhe pjesën online që i kemi bërë me bashkëpunim me Mollkuqën, ku gratë kanë dalë një faqe nga ditari tyre në formën e shkruar. Si edicion kemi bërë 3 edicione, kështu që ka pas shumë feedback pozitiv, zakonisht në secilin vend ku kemi shku, ka qenë që ajo, kritika më e madhe marrë veç për emrin, se ju duket pak objektivizues, po
kur e kuptojnë se realisht është bërë me një qëllim caktum, e kuptojnë që realisht timi tu e luftu objektivizimin në fakt, fix, po. Po, që kjo është. A është e vështirë të mbash gjallë emocionin pas 14 edicioneve këto 10 vite? Po të qenë se ndodhë veç një herë në vetë, se ka pas raste kur ka ndodhë edhe 2 herë, po për shkak se kohëve të fundit është ndodhë një herë vetë në një qytet, se na jemi të punu për edicionet 16 prej tash. Fillu ta? Kështu që njerëzit kanë dëshirë me dëgju edhe me i pa gratë në një dritë tjetër, sidomos unë kom pas shumë komente për Kaltrinën, se janë vajzat që e kanë profesoresh edhe që kanë ndeshë shumë me qenë atyre me dëgju. Kështu që kemi pas komente të ndryshme. Është dritë tjetër. Kështu që besoj që përderisa ka shumë interes, njerëzit e pëlqejnë si event. S'keni qenë 4 vite në Shkup, këtë vit veç se më i pas keni marrë komentet se menzi presin të vinë. Çka doni që publiku të merr me vete nesër pas eventit? Si aktivist, po edhe si person që besoj që punoj në fushata dhe që në gjajshme që lidhe me komunikimin, unë gjithmonë thëmë se pjesa dëshpërimi më i madh një aktivisti është kur e kupton që jo gjithçka ndodh brenda natës. Edhe për mua është shumë e rëndësishme një vajzë që ka me qenë publik, prej 126 ulseve sa i ka teatri, me ndryshu një praktik në jetën e vetë, mbasi që i dëgjon një tregim. Qajo është fitoria më e madhe që na kena mund me bo. 126 praktika janë ndryshuar, se why not? Po, ndryshu me një vjetë, mjafton, tani ndryshimi ndodh gradualisht, na synojmë me kriju një hapësin ku gratë mundën me folë lirshëm, edhe unë gëzona që mbas prej 2017, kur kemi fillu njëve, sot ka ndryshu shumë gjana, sot ki emisionet që janë komplet me gratë që flasin tema shumë të rëndësishme, që i ka ndryshu paga shumë statistike. Mu pëlqen përpos që temave që i flasim, mu pëlqen edhe ajo faktit që kanë mendime të ndryshme dhe se cila ka të drejta, thot atë që e mendon dhe të argumentojnë në një farë mënyre, qoftë që unë mendoj apo nuk mendoj ashtu, mu pëlqen se cila e ka të drejtën të flet atë që e mendon, që deri para ca kohë ka qenë qajo është kryesorja. Një tabu tem gruaja ta tregon mendimin e vetë. Që është kryesorja, kur ti mundesh me u shpreh lirshëm, me shpreh mendimin tënd lirshëm, është e drejta e fjalës, edhe qështu, po me mund të ndryshu shoqëria, dhe kemi me mbri ndoshta qatë baratësi që po e kërkojmë, ose kemi me mbri një pozitë më të mirë të grusë shoqëri. Të shpresojmë. Ta përshkruajmë tregim me pjeshkash vetëm me një fjali. Emocion. Roller coaster, parës nate. Yes, kish me qenë që kjo, mbas 14 edicioneve, na kemi qenë Prishtinë në 2 edicione, kemi qenë në Londër, ku kom kry studimet në bashkëpunim me universitetin tëmi, kemi bërë atje, online, në Shkup, Tetov. Ku e ke marrë atë emocionin më të madhe? Ku janë gratë ma... Që e shprehin emocionin më shumë? Po, ka edicionet të ndryshme, po mu i me thanë lirisht që edicioni 2 që kemi bajtë në Prishtinë ka qenë jashtëzakonshëm. Ka qenë jashtëzakonisht. Tregimet kanë qenë shumë të mira, gratë ka pas përgjetje interesante edhe mënyra se qysh i kanë da tregimet, edhe aty ka qenë tema mare. Marja është një për temave më të mira, që i rrinë mas mirë të tregime pjeshka, është edhe unë mendoj, po? Se nëzit me tregu tregime, jo që nuk jam dëgju më herët, po që thejnë edhe shumë tabu, edhe që bojnë shumë personale në qesh, po bojnë edhe shumë persona me të vërtit një. Mundje pozitivisht, po. Më thuaj, për fund, qëfar do t'i thuash vetes pas këti rikthimi, pas 4 vjetëve në Shkup? Unë gjithmonë i thom vetës, deri sa ndodhë tregime pjeshkash, edicioni, që na 2 s'kena me bo kur këtë sen bashk. Edhe kjo herë dhe mbaroja? Edhe u kry, po kur mbaron, edhe qona të djelën mëngjes, edhe like, e ka fillu më të 6 vjetë. Që të ranë vetën që s'ki me bo ma.
Po, jemi të punu për edicionin 16, kam ardhur në fund të majit në Prishtinë. Edhe një pyetje se thash për fund, po edhe një gjë dua, a ka meshkuj që vinë në... Po, ka shumë burra dhe djemë që vinë në tregime pjeshkash, na gjithmonë kemi pas dikun 30-40% të sallës me burra, kështu që unë jam shumë i lumtur për atë pjesë, ka pas shokët me njerëz që nuk i njoh, që e përkrahin, që kanë ndeshë më ardhë, edhe ka pas shumë interesant të madh edhe prej anës djemëve dhe burrave, unë thënë gjithmonë, 1% që varon prej 30-40% janë burra, edhe është shumë mirë. Kështu që atë ndryshimin pas kemi filluar ta bëjmë, jo që jemi askundi, kemi filluar. Në vitet në vazhdim besoj doje 40-50%, kështu ndoshta... Tani këna më bëdhe panelin. Po, pse jo. Atëherë nesër guzim të gjithë këmbët ti kemi drejt teatrit për fëmijë në Qarshinë e Shkupit dhe ti dëgjojmë rrëfimet e pjeshkave që keni përzgjedhur. Po, tregime pjeshka që vjen në teatrin e fëmijë për shqiptar për fëmijë dhe të rinj, aty ku kemi fillu edicionin e parë, edhe ka qenë shumë e rëndësishme më kthy aty, kështu që kisha dhe shumë e falenderu drejtoreshën Raskën. Xhakën, kërkojmë ndjetë Xhaka, të duam. Që na ka pranu edhe këtë vit me organizu. Xhaka për kështu aktivitete gjithmonë ka qenë mendje e hapur. Xhaka ka qenë pjesë e tregime pjeshkash në kështu që e din edhe vetë emocionin, se ajo që ka kontribuar në fakt në këtë herë që gratë tjera të ndjejnë dhe të përjetojnë emocionet e tyre. Të uroj unë ty shumë sukseset, përgëzoj për këtë punë që e bën, të lumt që u jep grave vendin aty ku duhet dhe lufton që ata ta marrin të drejta edhe më shumë të tyre dhe të kenë sa më shumë të drejta dhe të vlerësohen dhe respektohen. Unë jam e bindur se çdo kontributi ynë i dhënë në çfarëdo sfere na rikthehet, qoftë edhe si emocion pozitiv dhe qoftë edhe si një kënaqësi me veten, ajo mjafton. Ndonjëherë nuk duam që të kemi asgjë materiale përpos qetësisë shpirtërore. Unë besoj edhe me veten them ta kem një mirëqenie të shëndosh, nuk dua asgjë tjetër dhe besoj se ti me punën që bën dhe kënaqësinë që ua jep grave të shprehen dhe të dëgjojnë rrëfime të ndryshme, sepse ndonjëherë duke e dëgjuar një rrëfim të një gruas tjetër thua, ngadalë se rrëfimi im s'qen kaq tragjik dhe lehtëson edhe situatën tënde apo atë overthinking që je duke e kalu në kokën tënde dhe s'ka askush të dëgjon. Të uroj shumë për këtë nismë dhe ta festojmë pse jo edhe 30 vjetore bashkë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë që ju jepni mundësi një aktiviteti të tillë të shfaqet të dëgjuesit edhe shikuesit e radio televizionit Maqedonisë. Faleminderit shumë për ftesën. Lutem.